Vini re këto shenja, sepse tregojnë se mëlçia është e mbushur me toksina. Mëlçia është organi qendror i metabolizmit dhe gjendra më e madhe e trupit tonë që lidhet me aparatin tretës. Mëlçia ka disa funksione, metabolizon të gjitha elementët ushqimor, përmban depozitat e hekurit dhe të bakrit, prodhon substanca të përthithura të vitaminës K, ndihmon në përthithjen e vitaminës A, beta-karotenit dhe është shumë e rëndësishme në largimin e toksinave që merrni nëpërmjet aparatit tretës. Këto janë disa nga shenjat që tregojnë se mëlçia ka dalë jashtë funksionit. Ndryshimi i ngjyrës urinare dhe të feqeve. Nëse ato janë të ndryshme të zbehta ose me yndyrë, ka ardhur koha të flisni me mjekun. Dhimbje të forta të stomakut në pjesën e djathtë, probleme të ndryshme të lëkurës siç janë aknet ose irritime të ndryshme të saj, aciditeti i lartë i stomakut dhe reflukset gastrike, tregojnë se mund të vuani nga shqetësimet e mëlçisë. Dhe nëse keni këto shqetësime, bëni një konsultë me mjekun specialist për të evituar çdo komplikacion të mundshëm në të ardhmen.